Dentistët nuk u thonë këtë sekret, por me këtë mënyrë do I pastronin gurzat si me magji. Gurzat janë një shtresë e verdhë në dhëmbët tuaj që dëmtojnë buzëqeshjen tuaj. Nëse doni të keni një gojë të pastër dhe të mos vuani nga këto shqetësime, atëherë duhet të hiqni dorë nga veset e duhanit dhe alkoolit. Përveç kësaj është e nevojshme të mbani higjenë të mirë personale. Është e zakonshme të shkoni te dentisti për t'i dhënë fund këtij problemi, por megjithatë, ka gjithmonë njerë të parë që mund të guxoni edhe për të përdorur recetat alternative. Përveç kësaj, ka të ngjarë që ato mund të japin edhe rezultate më të mira nëse kapen që në hapat e parë. Përbërësit që ju duhen për këtë recetë janë një lugë gjedhe me pastë dhëmbësh, një lugë peroksid hidrogjeni, 2 lugë sodë buke, 2 lugë ujë. Përgatitja: merrni një enë qelçi me një kapak dhe derni të gjitha përbërësit, I përzjeni mirë duke përdorur një lugë druri derisa ato të bashkohen për të krijuar kremin. E vendosni masën e përfituar në furçën e dhëmbëve dhe bëni një larje për 5 minuta. Kjo metodë bëhet të paktën një herë në javë.